Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, për gjithë ju që po na ndjekni në këto momente, qoftë lavdëruar Jezu Krishti. Siç kemi dëgjuar edhe më herët në emisionet e mëhershme dhe gjatë ditës në rrjetet sociale dhe njoftimet edhe në Radio Marinë e Kosovës, sot në moshën 52 vjeçare ka ndruar jetë i peshqvi i dioqezës së Sapës, Imzot Simon Kulli. Në orët e mëngjesit, dioqeza e Sapës dha njoftimin se me hidhrim të thellë lajmëron kalimin e amshim të bariut Imzot Simon Kulli në moshën 52 vjeçare nga një atak kardiak. Për të gjitha detajet e tjera do ju lajmërojmë në një njoftim të dytë, qëndroni të bashkuar në lutje. Pra miq të dashur të Radio Marisë, ky është njoftimi i cili na preki të gjithëve sot në mëngjes nga dioqeza e Sapës, ku pa pritmas ndroi jetë Simon Kulli, i peshq i dioqezës së Sapës. Dhe më pas edhe njoftimet e tjera erdhen nga dioqeza e Sapës. I peshqvia e Sapës me shumë dhimbje njofton se me datën 29 nëntor 2025 vigjiljen e të dielës së parë të ardhes u kthye në shtëpinë e atit bariu i saj Imzot Simon Kulli. Trupi i tij do të vendoset në selin i peshqvore që sot me 19/11/2025 në ora 15. Në fakt vetëm është vendosur dhe të dielen me 30 nëntor në ora 19 mbrëmsorja për të vdekur. Të hënën 1 dhjetor ora 10 mesha e dritës. Të hënën po ashtu me 1 dhjetor në ora 18 mesha e dritës. Të martën me 2 dhjetor në ora 10 mesha e salikimit do të kremtohet në katedralen Nën Tereza e pas meshës trupi i tij do të prehet në kriptën e katedrales. Tani do lexojmë edhe biografinë e i peshqvit të Sapës, i cili ndroi jetë sot, Monsinjor Simon Kullit. Monsinjor Simon Kulli ka lindur me 14/2/1973 në fshatin Pistull të rrethit të Shkodrës. U pagëzua nga motër Marie Kaleta në vitin e parë të lindjes së tij me 1973. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në vendlindje. Me 2 shkurt, 1992, është pranuar në seminarin ndërdioqezan shqiptar Zoja e Këshillit e Mirë në Shkodër, ku kreu 2 vite përgatitje për fillimin e studimeve filozofike teologjike. Në vitin 1994 filloi studimet e filozofisë. Shugurohet diakon me 14 shtator të vitit 1999 në katedralen e Shkodrës nga argjipeshqvi i Shkodrës Imzot Angelo Masafra. Përvoja e tij baritore në periudhën e diakonatit që e ndar në 2 realitete. 6 muaj shërbeu në famullinë e Shën Shtjefnit në Shkodër, me famullitar Monsinjor Lucian Augustinin, dhe 4 muaj të tjerë shërbeu në famullinë Zoja Ruzare në Dajç të Zadrimes Lezhë në kujdesin e famullitarit Don Injac Dema. Në vitin jubilar 2000, me 29 qershor, përmes shejtërisë së duarve të argjipeshqvit të Shkodrës Imzot Angelo Masafra, shugurohet me shtar në katedralen e Shkodrës, së bashku edhe me 4 meshtar të tjerë shqiptar. Këta qenë shugurimet e para meshtarake pas periudhës së egër të regjimit komunist në Shqipëri. Pas shugurimit meshtarak, emërohet sekretar dhe kancelar i dioqezës së Sapës me i peshq Imzot Dod Gjergjin dhe njëkohësisht ndihmës famullitar në Dajç të Zadrimes 2000-2004. Në vitin 2004 deri në vitin 2007, me dekret e i peshqvit Monsinjor Dod Gjergji, emërohet famullitar i katedrales e Lumja Nën Tereza në famullinë e Shën Nikollit në Vaun e Desë. Në të njëjtën periudhë mbuloi edhe detyrën si ekonom i dioqezës dhe drejtor i Karitasit dioqezan Sapa. Në vitin 2007, me ardhin e i peshqvit të ri Imzot Lucian Augustinit,
emërohet po me të njëjta detyra të mëparshme në dioqezen si kancelar, famullitar i katedrales, ekonom dhe drejtor i Caritasit. Në vitin 2012, pas ndërtimit të shtëpisë së bamirësisë, Don Simoni merr detyrën e përgjegjësit të kësaj shtëpie. Me kalimin e amshim të bariu të dioqezës Imzot Lucian Augustini, në maj të vitit 2016, Don Simon Kulli zgjidhet administrator dioqezan i Sapës. Me datën 15 qershor 2017, në solemnitetin e korpit të gjakut të Krishtit, Ati i Shenjtë Papa Francesku e emëroi për i peshk të dioqezës së Sapës. Shugorohet i peshk me 14 shtator 2017 në katedralen Shën Nën Tereza e Kalkutës në Vallë të Desë. Që në rithemelimin e dioqezës së Sapës në vitin 2000, Don Simon Kulli ishte krau i djathtë i peshkvinje para arës dhe themelues i ngritjes së strukturave dioqezane. Ndërsa ai sot me datën 29 nëntor të vitit 2025 ndroi jetë papritmas nga një atak kardiak. Dërsa Imzot Do Xhexhi, i cili ishte edhe i peshk në kohën kur Monsinjor Simon Kulli është emëruar famullitar nga pikërisht nga Imzot Do Xhexhi, ka shkruar mesazhin e tij në Facebook në faqen zyrtare. Sot në mëngjes mora një lajm të trisht, se vllau im në episkopat Imzot Simon Kulli i peshkvi Sapës ka kaluar në amshim. E lut Zotin për shpirtin e tij dhe për dioqezën e tij në pikëllim. Për të gjitha detajet tjera rreth ceremonisë së varrimit, do të marrim lajmërimet me vonë. Pushoft në paqë. Amen. Ky është mesazhi i Imzot Do Xhexhit, i peshkvit të i peshkvisë Kosovës, Prizren Prishtinë, i cili ka shërbyer pikërisht në dioqezën ku Simon Kulli ishte i peshkëv dhe ka shërbyer për një kohë të gjatë edhe si i peshkëv Imzot Do Xhexhi. Këtë mesazh e ka shkruar pas marrjes së lajmit në rrjetet sociale. Ndërsa në një komunikat për media nga Radio Maria Kosovës, thuhet: komunikat ngushëllimi dhe njoftimi, Radio Maria Kosovë. Me zemër të rënduar dhe me besim në Krishtin që na mban të bashkuar në kohë prove. Radio Maria Kosovës i bashkohet dhimbjes së i peshkvisë së Sapës, klerit, besimtarëve dhe të gjithë njerëzve vullnet mirë për ndarjen nga kjo jetë të bariu të saj Imzot Simon Kulli, i cili u kthye në shtëpinë e Atit me 29 nëntor 2025 në prag të së dielës së parë të ardhjes. Në këtë kohë liturgjike që na kujton shpresën, pritjen dhe dritën që vjen nga Zoti, ne e përkujtojmë jetën e një bariu të përvujt, të urtë dhe të përkushtuar ndaj popullit të vet. Ati mëshirës e pranoft shpirtin e tij në amshim, ndërsa ne vazhdojmë të lutemi me mirënjohje për shërbimin e tij të palodhur. Ndërsa njoftime për të gjithë dëgjuesit dhe miqët tanë për orarët e riteve mortore, e shtune sot në ora 15 është vendosur trupi i Imzot Simon Kullit në selin i peshkvore. Nesër e diele me 30 nëntor 2025 në ora 19 mbrëmsorja për të vdekur. Të hënën me 1 dhjetor 2025 ora 10 mish drite, e hëna me 1 dhjetor 2025 ora 18 mish drite, e martë 2 dhjetor 2025 në ora 10 misha e salikimit në katedralen Nën Tereza. Pas mishës, trupi i tij do të prehet në kriptën e katedrales. Në këto ditë zije e shprese bashkohemi në lutje për shpirtin e tij dhe për ngushëllimet e të gjithë atyre që e vajtojnë largimin e bariut të dashur. Zoti i jetës dhe i paqes i dhasht pushimin e pasosur e ish ndrit drita e pambaruar. Pushoft në paqe. Amen. Të dashur miq, së bashku me ju edhe ne si Radio Maria Kosovës do ta kujtojmë me lutje Imzot Simon Kullin, me lutje, respekt dhe me mirënjohje. Unë ju falenderoj gjithë ju që ishit me ne gjatë këtyre minutave, ndërsa për shpirtin e Imzot Kullit epja o Zot pushimin e pasosur, e shndrit drita e pambaruar.
po shoft në paqë. Amen. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.